as fizikisht, as metaforikisht. Ola, po? Unë nuk mërzitem se më thua ti ashtu, me thënë drejtën. E di pse nuk mërzitem? Se je profesionale. Jo, s'ka lidhje me profesionale. Se kuptoj lëndimin tënd dhe e kuptoj që flet nga lëndimi. Nuk e kam lëndimin nga Adi. Nuk e kam lëndimin nga Adi. Nuk e kam nga dalja Adit, e kam nga trajtimi i situatës. E ke nga lëndimi, e ke nga zemërimi dhe duke e ditur. S'ka thënë ai gjatë, s'keni pa gjë akoma. Bravo, shumë Ola, ka menu se nuk e keni Monika Krymallin që gjun me kpuc aty në opinion, ka kanë televizion tjetër, po je keni arrit se keni thënë do bëjmë diçka ndryshe, nuk e keni bë diçka ndryshe, më vjen keq. Po me thënë drejtën, s'po na lën ti të bëjmë asnjë gjë ndryshe me thënë drejtën, Ola. Keni dashur të bëjmë diçka ndryshe. Mimoza, nuk jo në Qa po ndohë? Pasha krytem, unë nuk du me për i gjanë në bukur këtu. Unë dalë, nuk e kam problem. Nuk e kam problem, kam menu se kam arti dhe format. Arbana nuk është aty shpi, nuk është brenda lojës. Ti drejtohesh prezantuese së spektaklit në të formë. Nuk ka ndodhur, unë se kam pas herë në asnjë televizion. Asnjëra nga ju të dyja nuk keni faj. Se kur marrim mundimin ne, komentojmë nivelin tuaj është tur për ne, jo për ju. Keni shumë drejt. Niveli është ma shove krejt. Atëherë, ju lutem qetësoni gjithë. Të gjithë janë pak të acaruar, gocat A duhet të përjashtohet Gresa me Olën, apo... Dhe nuk do doja Se ta mendoni? flasim. Faleminderit. Goca. Po kuçk. Po të gjojmë. O zot, o zot. Po, si ishte tolerueshme, po. Ishte fjalë e bukur. Ja u themi njerëz. Familje, natyrën dhe shihet shqiptare. Jam akoma i shokuar nga kjo që ka ndodhur, ë? Kalofshi bukur, uroj që të gjeni paqe brenda vetes dhe në ferm dhe takohemi të premten. Natën e mirë. Natën e mirë ferma. Natën. Luajmë lidhje me fermën, ndërkohë që ju kujtoj televotimin e hapur. Kë doni të shpëtoni nga televotimi? Unë dua të falenderoj Arminën, Ermalin, Angelin për praninë e tyre dhe opinionet gjithmonë të vlefshme. Publikun në studio. Për praninë e tyre, t'ju le takim sërish të premten. Më vjen keq që them se kam gjam. Mendoj që Ola ishte way too much ajo që tha dhe duhet skualifikuar, sigurisht. Çfarë tha? Nuk ka rëndësi se çfarë ju thon. E rëndësishme është se si reagoni pasi ju a thon. Natën e mirë, femër,